Ndërkohë, Keti, pas protestës së dhunshme të Partisë Demokratike, ku u arrestuan 7 mitur, sot pritet dalin para gjykatës, kur pritet mbahet seanca? Seanca është parashikuar për të mbajtur në orën 12, por duhet theksuar që ka dhe përfaqësues të Partisë Demokratike që janë të interesuar në lidhje me të miturit, të cilët janë fiksuar duke qelluar me gur ndaj punonjësve të policisë. Megjithatë duhet theksoj që janë operatorët ata të cilët ndodhen pranë gjykatës dhe që me anë të tyre dhe ne raportojmë, kemi mundësinë të raportojmë, të cilët kanë menduar të protestojnë në shenjë solidariteti me një nga operatorët të cilët të paktën në protest u dëmtua dhe përpaksa nuk pati ngjarje më të rëndë. Pra janë të gjithë operatorët të cilët kanë ulur kamerat dhe nuk pranojnë që të pasqyrojnë pra mbërritjen e përfaqësuesve të Partisë Demokratike dhe që të cilët janë të interesuar dhe sidomos në raste të ngjashme bëjnë dhe deklarata për mediat jashtë ambienteve të gjykatës. Megjithatë është një seancë që pritet të nisë nga momenti në moment, janë 7 të mitur, ndërkohë që pjesa tjetër të arrestuarve pritet të dalë ditën e nesërme. Faleminderit, Keti, për gjitha këto informacione. Në rast se do të ketë zhvillime nga SPAK dhe GKK, më njëherë do të lidhemi së bashku.